Liria mediave, Maqedonia Veriut renditet 6 vende më poshtë, reagojnë nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë dhe partitë politike. Trazirat në koalicionin qeverisës, Mickoski dhe Ahmeti paralajmërojnë takim me Taravarin. Problemi me pagat, vazhdojnë të protestojnë disa sindikata. Sulmohet me dron anija që transportonte ndihma humanitare për në Gaza. Të ndëruar shikues, përshëndetje. Gjendja e lirisë së mediave në Maqedoni të Veriut ka shënuar rënje, duke renditur në vendin e 42 në indeksin e lirisë së mediave të organizatës ndërkombëtare Reporterët pa kufi, që është 6 vende më poshtë krahasuar me vitin e kaluar. Në raport thuhet se kjo rënje tregon për sfida të shumta në mjedisin mediatik të vendit, duke përfshirë presionin politik, mungesën e profesionalizmit dhe dezinformimin e përhapur. Raporti i fundit nxjerr në pa ndikimin e politikës së polarizuar, mungesën e transparencës institucioneve dhe kërcënimet ndaj gazetarëve. Maqedonia e Veriut ka rënë 6 pozicione në indeksin e lirisë së mediave të organizatës ndërkombëtare Reporterët pa kufi, për dallim nga viti i kaluar kur rënditej 36-ti. Këtë vit vendi rënditej 42-ti. Në raport gjendja me lirinë e mediave në vend vlerësohet si e kënaqshme. Edhe pse gazetarët nuk punojnë në një mjedis armiqësor, dezinformimi i përhapur dhe mungesa e profesionalizmit ndikojnë në rënjen e besimit të shoqërisë në media, gjë që e ekspozon median e pavarur ndaj kërcënimeve dhe sulmeve. Gjithashtu, zyrtarët qeveritar kanë tendencë të kenë qëndrime të këqija dhe poshtëruese ndaj gazetarëve. Krahasuar me raportin e vitit të kaluar, vendi tani ka një rënje në 3 nga 5 treguesit. Rënja më e madhe prej 9.7 pikësh është në treguesin politik, me një rënje prej 4.19 pikësh në treguesin social dhe një rënje prej 3.66 pikësh në treguesin ekonomik. Lidhur me kontekstin politik, thuhet se agjencitë qeveritare nuk janë shumë transparente dhe se gazetaria kritike është gjithnjë e më shumë subjekt i sulmeve. Për shkak të polarizimit të fortë politik, media mund të jetë nën presion nga autoritetet, politikanët dhe biznismenët si në nivel kombëtar, ashtu edhe në atë lokal. 2 partitë më të mëdha në pushtet dhe në opozit kanë krijuar sisteme paralele mediatike, mbi të cilat ushtrojnë ndikimin e tyre politik dhe ekonomik. Shërbimi publik i transmetimit nuk ka pavarësi editoriale dhe financiare. Nga rajoni në grupin e vendeve që kanë shënuar ngritje, janë vetëm 2 vende. Përkatësisht Slovenia, e cila është ngritur për 9 vende, dhe është në vendin e 33, dhe Mali i Zi është në vendin e 37, me një përmirësim prej 3 pozicionesh krahasuar me vitin e kaluar. Vendet të tjera të Ballkanit janë më poshtë në listë, përfshirë Greqinë, Bullgarinë dhe Kroacinë, të cilat janë anëtare të Bashkimit Evropian, dhe ku situata e medias vlerësohet përgjithsisht si problematike. Sipas indeksit, Kroacia është në vendin e 80, Bullgaria në të 70-in, Shqipëria në vendin e 80, Bosnia dhe Hercegovina në vendin e 86, Greqia në 89-in, Serbia në të 96-in dhe Kosova në vendin e 99. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë Veriut rënjen e vendit në indeksin e lirisë mediave konsideron si një tregues real të situatës, për cilën thonë se tregon qartë sfidat ekzistuese dhe nevojën për reforma thelbësore. Gati e thonë se raporti thekson tendencën e funksionarëve për të pasur qëndrime negative dhe poshtruese ndaj gazetarëve dhe theksojnë se qëndrimet të tilla krijojnë një atmosferë mosbesimi dhe poshtërimi, e cila përhapet lehtësisht në diskursin politik. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë Veriut rënjen e vendit në indeksin e lirisë mediave e konsideron si një tregues real të situatës, për të cilin thonë se tregon qartë sfidat ekzistuese dhe nevojën për reforma thelbësore.
Nga atje thonë se raporti thekson tendencën e funksionerëve për të pasur qëndrime negative dhe poshtëruese ndaj gazetarëve dhe theksojnë se qëndrime të tilla krijojnë një atmosferë mosbesimi dhe poshtërimi, e cila përhapet lehtësisht në diskursin publik. Në pjesën ligjore, raporti vëren se legjislacioni kombëtar ende nuk është në përputhje me standardet europiane dhe abuzimi me të ashtu quajturat padi strategjike kundër pjesëmarrjes publike mbetet një mekanizëm për të ushtruar presion mbi mediat kritike dhe gazetarët. Rënjen e vendit për 6 pozita përsa i përket lirisë së mediave e kanë komentuar edhe partitë politike të vendit, gjë që nxiti edhe akuza në mes pushtetit dhe opozitës. Nga BDI thonë se rënja e vendit përbën një tregues serioz për prirjet negative në qeverisjen demokratike dhe raportin me mendimin kritik në vend. Analiza e detajuar nxjerr në fakt dobësi të mëdha nga konteksti politik dhe korniza ligjore, drejt e presionet ekonomike dhe siguria e gazetarëve. Në vend që të garantojnë pavarësinë institucionale, qeveria ka zgjedhur ta thellojë klientelizmin përmes mekanizmave të rinj ndikimi, përfshirë edhe reklamimin e institucioneve publike në media private. Nga LSDM thonë se kjo është një tjetër tregues alarmues i drejtimit të gabuar, në të cilin po shkon vendi nën qeverisjen e VMRO-DPMNE-s. Në vend që të punoj për të quar përpara standarde demokratike, qeveria udhëhequr nga DPMNE po kthehet te metodat e vjetra të kontrollit, presionit dhe frikës. Sa herë që VMRO-DPMNE është në pushtet, liria e medias shtypet, gazetarët vihen në presion dhe hapësira mediatike mbyllet. Ndërka që nga partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE thonë se rënja është kryesisht për shkak të përhapjes së lajmeve të rreme dhe dezinformimit dhe akuzojnë se fabrika kryesore për lajme të rreme dhe dezinformata në mungesë të politikave konstruktive është LSDM dhe Venko Filipçe. Një shembull i lajmeve të rreme është njoftimi për shtyp dhe konferenca e fundit për shtyp. Ata pretendojnë se ministrat kanë shpenzuar disa mijëra euro për dreka, ndërsa në thelb institucionet e demantuan këtë, duke thënë se këto ishin pagesa për një operator restoranti për shërbimet ushqimore të shfrytzuara dhe të paguara nga punonjësit e ministrisë. Nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut kërkojnë harmonizimin e legjislacionit kombëtar për mediat me aktin evropian për lirinë e mediave, për të siguruar një kuadër ligjor më koherent dhe transparent, krijimin e një fondi për të mbështetur pluralizmin mediatik, me qëllim forcimin e pavarësisë dhe qëndrueshmërisë së gazetarisë profesionale dhe zgjidhje efikase për të gjitha rastet e kërcënimeve dhe sulmeve ndaj gazetarëve. Në kampin politik shqiptar në vend vazhdojnë paqartësitë rreth pozicionimit të liderit Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, i cili edhe pse ndau rrugët me koalicionin Vlen, vazhdon të jetë pjesë e qeverisë. Kryeministri Mickoski tha se koalicioni qeveritar është stabil, ndërkaq lideri i BDI-s nuk e përjashtoi mundësinë për bashkëpunim me Taravarin. Megjithatë, këtë do ta shqyrtojnë nëse ai del nga qeveria. Pas daljes nga koalicioni Vlen, ende mbetet enigma fati kryetarit Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, se ai dhe partia e tij nga do të rreshtohen, do të vazhdojnë të mbeten në qeveri apo do të largohen edhe nga atje. Koalicioni Vlen vazhdimisht ka akuzuar Taravarin se ka marrëveshje me BDI-n, ndërsa për këtë sot ka folur kreu integristëve Ali Ahmeti. I pyetur nëse do të ketë bashkëpunim me Taravarin, Ahmeti tha se kjo situatë do të shqyrtohet nëse ai del nga qeveria. Do të thirren të gjitha palët e frontit dhe të shqyrtohet atë situatë. Sigurisht ne vlerësojmë hapin e guximshëm të zotit Taravari që e ka kuptuar shumë më herët që kjo qeveri s'është asgjë më shumë se sa një qeveri anti-shqiptare. Akoma nuk është ndërtuar një strategji në këtë drejtim. Ai mund edhe të largohet. Po këto janë çështje të zotit Taravari, nuk janë çështje të Bashkimit Demokratik për Integrim, as të Frontit Evropian, janë çështje të brendshme që zoti Taravari duhet t'i drejtojë dhe duhet t'i menaxhojë. Megjithatë, kryeministri Kristian Mickoski shumë shkurt pohon se koalicioni i qeverisës funksionon në mënyrë të shkëlqyer dhe pa precizuar se ku dhe kur, tha se do të takohet edhe me Arben Taravarin. Среди вас от Таравари. Пак и се случи, да. А каква е съвпадът в младината коалиция, господин премиер? Отлично. Отлично.
Kujtojmë se largimi i Arben Taravarit nga koalicioni Vlen erdhi pas kërkesës së tij që në zgjedhjet lokale të garojnë me lista të veçanta për këshilltar, gjë që nuk u pranua nga partitë e tjera në koalicion dhe të njëjtit e shpallën të vetë përjashtuar. Të punësuarit në kopshtin zoologjik nuk kanë marrë paga 2 muajt e fundit. Në protestën organizuar gjatë pauzës, ata i bën thirrje institucioneve kompetente, Ministrisë Kulturës dhe Turizmit dhe Qytetit Shkupit, që sa më shpejt të zgjidhet problemi me pagesën, pasi që nga dita e djeshme rreth 50 punësuar nuk kanë as sigurim shëndetësor. Punonjësit në kopshtin zoologjik të Shkupit gjatë ditës së sotme dolën në një protestë paqësore pasi që ende nuk i kanë marrë pagat e muajit mars. Disa prej tyre informuan se që nga dje nuk kanë pasur as sigurim shëndetësor për shkak të mosmarrjes së pagave në kohë. Ata bëjnë thirrje që të gjendet një zgjidhje në mënyrë që të mos ndodhin greva më të mëdha. Ndërkaq që kryetari i sindikatës së kopshtit zoologjik të Shkupit, Mile Taneski, thotë që kanë dalë spekulime që pagat janë të bllokuara për shkak të qytetit të Shkupit, por megjithatë thekson se nuk duan të fajsojnë askënd, pasi që ata duan vetëm pagën. Dolën spekulime se paga ishte bllokuar për shkak të qytetit të Shkupit. Ne nuk po fajsojmë askënd. Ne vetëm po kërkojmë një rrogë. Nuk e dim pse Ministria e Kulturës nuk na ka paguar. Disa kanë marrë rrogë dhe kemi mbetur vetëm ne që jemi në qeverisjen lokale. Pothuajse 50 persona janë të punësuar në kopshtin zoologjik. Ministria kontaktoi departamentin e kontabilitetit në kopshtin zoologjik. Ato dërguan një përgjigje edhe kaq. Ndërkaq, kryetari i sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës, Jakim Nedelkov, nuk përjashtoi mundësinë që të mbyllet kopshti zoologjik nëse nuk jepen pagat. Ai thekson se është çnjerëzore që punonjësit të mbeten pa sigurim shëndetësor. Durimi po mbaron. Ata shprehin me fjalë të zgjedhura hallin dhe brengën e tyre, por është fakt se sot nuk ka asnjë sigurim shëndetësor. Ata janë të ekspozuar ndaj lëndimeve çdo ditë dhe të mbeten pa sigurim shëndetësor është çnjerëzore. Nëse nuk paguan pagat, dyert e kopshtit zoologjik ndoshta do të mbyllen. Fatkeqësisht, morë informacion se drejtori nuk është në punë, ndërsa planifikojnë të takoheshin. Në përgjithësi, drejtori është përgjegjës për pagesën e pagave dhe kush është përgjegjës në aspektin hierarkik, ne nuk jemi të interesuar. Vërejtjet tona do t'i adresojmë drejtorit. Ndërkaq ai theksoi që sipas informacioneve që ai posedon, askush në qytetin e Shkupit nuk ka marrë pagë. Slupçani sot shënon 24 vjetorin e fillimit luftës UÇK-s dhe shpalljes së zonës lirë të Karadakut të Kumanovës nga brigada 113 e njohur si brigada Ismet Jashari apo komandant Kumanova. Zona e lirë u shpall nga UÇK-ja në rajonin në hyrjen e poshtme të udhkryqit afër fshatit Slupçan dhe në daljet fshatit Topaj, ndërsa kjo zonë përfshinte edhe fshatrat e tjera si Vaksinca, Lojani e deri tek fshati Nakushtak, duke i bërë ballë një sulmi gjithë përfshirës të forcave maqedonase të sigurisë. Maj 2001, ora 15. Në fshatin Slupçan të Likovës u shpall zonë lirë, dita e fillimit të luftës së UÇK-s në Karadakun e Kumanovës nga brigada 113 e njohur si brigada Ismet Jasharit apo komandant Kumanovës, që atëherë çdo vit tradicionalisht banorët e fshatit Slupçan dhe më gjerë përkujtojnë një nga datat më të rëndësishme në historinë e re të kësaj zone, ditën kur kjo zonë u shpall e lirë. Në manifestimin e kësaj date dhe në simbolikën orës 15 marrin pjesë ish luftëtar të UÇK-s, veteran të luftës, invalid, familjar të dëshmorëve të rënë në altarin e lirisë, si dhe mysafir të shumtë nga të gjitha trojat shqiptare, po ashtu përkujtohen të gjitha ata që ranë dhe u flijuan për çështjen kombëtare në luftën e 2001-shit me emblemën e UÇK-s. Slupçani, si një nga qendrat kryesore të qendresës gjatë vitit 2001, ka ruajtur gjallë kujtesën kolektive përmes brezave. Sot ky fshat është simbol i identitetit, rezistencës dhe aspiratës për barazi dhe drejtësi. Më 2 majin e para 24 vitesh, territori i Kumanovës së Likovës ishte shpallur zonë lirë, ku më pas për disa muaj me radhë u zhvillua luftë e ashpër midis forcave të UÇK-s dhe forcave të sigurisë së Maqedonisë, deri në nënshkrimin e marrëveshjes kornis të Ohrit. Të pakënaqur nga pagat janë edhe policët. Sindikata e pavarur e policisë ka paralajmëruar protestë më 12 maj. Ata kërkojnë respektim të pagës minimale.
Ligjet nuk mund të vlejnë vetëm për policë, vetëm pra kur duhet të na dënojnë, thuhet në paralajmërimin e tyre. Kërkojmë të respektohet ligji për pagë minimale dhe paga bazë për policët të jetë së paku sa paga minimale. Kërkojmë unifikimin e praktikës gjyqësore në gjithë territorin e vendit dhe zbatimin e procedurave gjyqësore brenda afateve të përcaktuara me ligj. Punonësit e policisë nuk janë zyrtarë të klasit të dytë, shtojnë ata mëtej. Protesta do të mbahet më 12 maj në ora 12 para institucioneve gjyqësore në Shkup. Ministria e Shëndetësisë informoi se sot edhe 8 pacientë nga të lënduarit në tragjedinë në Koçan kthehen nga trajtimi, prej cilëve 5 nga Turqia dhe 2 nga Bullgaria, si dhe 1 nga Slovenia. Ndërkaq, edhe 18 pacientë të tjerë vazhdojnë të trajtohen jashtë shtetit. Sipas protokollit, 5 pacientë do të jenë në vëzhgim në spitalin e përgjithshëm të qytetit 8 shtatori, 2 pacientë në klinikën për kirurgji plastike dhe 1 pacient në klinikën kirurgjikale Sheh Naumi Ohrit. Një pjesë e të lënduarve që janë kthyer në vend gjatë periudhës së kaluar tashmë kanë filluar procesin e rehabilitimit në spitalin e përgjithshëm në Koçan, ku në varësi të lëndimeve po trajtohen në repartet e neurologjisë, kirurgjisë dhe terapisë fizikale, thanë nga Ministria e Shëndetësisë. Ministria e Financave ka publikuar të dhënat mbi nivelin e borxhit publik në fund të tremujorit parë të këtij viti. Sipas dhënave, borxhi publik është ulur për 4.7% krahasuar me nivelin në fund të vitit 2024 dhe aktualisht është 57.7% e bruto prodhimit vendor, ose është zvogëluar për 36 milion euro në vlerë absolute. Ministra e Financave Gordana Dimitriës Kakoçovska tha se borxhi publik prej 62.4% të prodhimit brendshëm bruto në vend vitit 2024 ra në 57.7%, që është rezultati masave që po ndërmarrin për konsolidimin fiskal, masave për të ulur shpenzimet jo produktive, si dhe përpjekjeve për të rritur aktivitetin ekonomik. Po e mbyllim këtë edicion të lajmeve këtu, të nderuar shikues, për takuar sërish në orat 18:55. Në mbështje deri atëherë.